Shqipëria vazhdon të ketë performancë në mesatare në rajonale dhe ndërkombëtare në arsimin profesional dhe kompetencat digjitale, sipas një raporti të Fondacionit Evropian të Trajnimit. Raporti evidenton se rezultatet e dobta në shkrim, lexim, matematikë dhe shkencat e të rinjt, të kombinuara me kapacitete të kufizuara mësimdhënie, materiale të vjetruara dhe mungesë infrastrukture digjitale, po dëmtojnë përgatitjen e brezit të ri për tregun e punës. Shqipëria renditet poshtë mesatares e Europës juglindore dhe dukshëm më poshtë se standardet ndërkombëtare për aftësitë themelore. Pabarazit gjinore dhe territoriale mbeten shqetësuese. Raporti thekson se gratë dhe zonat rurale përballen me akses më të kufizuar në aftësitë digjitale dhe numerike, duke filluar hendekun mes kërkesave të ekonomisë moderne dhe kapaciteteve reale të fuqisë punëtore shqiptare.